Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Jemi sot në podcastin e ditës shtunë. Para se të fillojmë emisionin me të ftuarin ton special, që është zoti Ilir Kulla, dua t'ju kujtoj të gjithë ju që keni gurin e Sizifit në dorë dhe në zemër, ti ishni dhe të bëni një klik aty ku thot subscribe dhe një like, që të ndjekim ne ju dhe mos në ndishni juve ne në emisionet tuaja të dashura që i shikoni pa bërë subscribe. Pra do të thotë që na pëlqeni. Njëkohësisht dua të falenderoj gjithë sponsorat e emisionit ton që dalin atje me shirit, që janë të përzgjedhur nga shumë biznese që kërkojnë ty këtu në podcastin ton për të bashkëpunuar me ne. Falenderojmë edhe Ujin Lajthiza, i cili tashmë njihet nga të gjithë nga ju sepse është uji preferuar pothuajse çdo familje shqiptare, por ne duam të bëjmë reklam këtyre produkteve të reja që ka sjell Hajriu. Hajri Lezi në tregun shqiptar që janë shumë konkurruese dhe që na takon që para se të pimë një ujë tonik të huaj të pim ujin tonik të Hajri Lezit, sepse ngelet parja ndër shqiptar. Njëkohësisht kam edhe këtë vajin këtu që s'dua t'ju them fare se çfarë vaj është, vetëm dua t'ju them kaq që këtë vaj kur vjen vendri i Donald Trumpit në Vlorë ose në njeriu i tij kërkon dhe ble me shumicë dhe konsumon këtë vaj. Po ju them vetëm kaq që është në Vlorë, është në Skrofotin dhe quhet Musaj, vaj Musaj, i cili ka fituar mbi 20 tituj në vend të parë në shumë konkurse të vajit të ullirit. Është vaj Musaj, ka shumë vende bosh, pastaj vijnë të tjerët. Nuk është vaj, por është dhe ilaç. Ka shumë element antioksidant të cilat i japin trupit ton imunitet. Unë kam vite që nuk smurem dhe një nga arsyet është se ka 3-4 vjet që po përdor vajin Musaj. Zoti Ilir, mirëmbrëma, mirë se ke riardhur, e di që ke qenë në një udhëtim këto ditët e fundit në Azerbajxhan, mos gaboj. Unë udhëtim jam vazhdimisht. Mirë, udhëtimi ishte shumë pranë konfliktit luftë. Po, dhe ndoshta edhe një çik i lodhur nga udhëtimet që ke pasur këto ditë. Dhe të falenderoj që të shqetësova dhe pranove të vinje përsëri në emisionin ton. Emisioni fundit, nuk e di e ke para apo jo, ka ngjallur shumë kurreshtje, po i afrohet rreth 100.000 shikues. Po shumë mirë. 94-95.000, nuk e di nëse ke patur kohë ke para ndë. Shpresoj që ky mund të vë më shumë. Ilir tymë në temën e gjeopolitikës, se për të punë mblidhemi ne të dy këtu. Duat të pyesje një që ka lidhje me teorinë e konspiracionit, po nuk e detyruar të përgjigjesh, po domethënë pyetjes. Ti bëj pyetjen tënde, unë ja përgjigjen time. Netanyahu do ta shohim apo është zhdukur? Po sigurisht do ta shohim. Do ta shohim. Ti thua nuk ka vdekur? Po sigurisht që jo. Unë mendoj që s'kemi për ta parë. Pa mirë. Ja këtu jemi. Izraeli është vend demokratik, nëse do ndodhte një gjë e tillë do ta bënin publike dhe do ta bënin martir. Ka shumë agjenci në botë që japin këta prestigjioze që Netanyahu ka vdekur. Bashkë me Ben-Gvirin, ministrin e tij të mbrojtjes, dhe me vllajën e tij. Ben-Gviri është ministri i brendshëm. I brendshëm. Liru bë dita e 14-15 që vazhdon lufta, që është në datën 28. Sot hym në javën e 3 të luftës. Po, shikojmë që ka një distancim në këto prononcimet publike të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance dhe të sekretarit të shtetit Marco Rubio, të cilët nuk janë involvuar në këtë luftë dhe kanë dalë pothuajse fare të flasin për luftën me ndonjë përjashtim të rrallë. Njerëzit të cilët flasin mbi luftën në Iran, përveç presidentit Trump, është Peter Hegseth, ministri i luftës, si quhet tash ministri i mbrojtjes, e dikursh me Shtetet e Bashkuara, të cilin shumë kundërshtar të luftës, por sidomos edhe ish i thar të shmendur të Trumpit në Shtetet e Bashkuara, si Rogan, si
Tucker Carlson, por dhe të tjerë të cilët i kanë prirë fitores së magas gjatë fushatës, e quajnë adoleshenti papjekur ose kontroversial, i cili ka dalë dhe bën deklarata er pas here dhe kontradiktore. Në fillim, në datën 2, domethënë 2-3 ditë mbas fillimit të luftës, deklaronte me krenari, domethënë për arritjet e sulmit Shtetet Bashkuara dhe Izraelit mbi Iranin, sidomos që kulmuan me vrasjen, si thuhet, të Ayatollah Khomeinit. Dhe tashi ka ndryshuar narrativa, ka filluar të bëhet më pak me pashpresë, domethënë mbi fatet e luftës. Ka shumë analistë që thonë që i fituari i madh, siç është senatori i Kalifornisë, një nga njerëzit më me influencë në demokratët, Adam Schiff, i cili printe komisionit në mandatin e parë të Trumpit për atë impeachmentin e Trumpit për bashkëpunimin me Rusinë dhe ndihmën që sipas pretendimeve demokratët që i kishin dhënë rusët Trumpit për të fituar në mandatin e parë, dhe është njëri me shumë influencë, është pasardhës si Jacob Schiff të madh që ka themeluar CFR-n, Council on Foreign Relations, që drejton sot Amerikën. Ai ka thënë që fituesi i madh i luftës është Putini. Dhe ka dhënë disa arsye, 3-4 arsye, po s'dua të los me ato arsye që ka dhënë ky. Ju si e mendoni këtë, sepse ky arsye ton tek kështu fitoren e Putinit. Ky thashë Putini pothuajse e ka mbaruar luftën, objektivat e veta në Ukrainë, dhe bëhet një luftë e vogël dhe nuk ka me industria ushtarake e Putinit pse të prodhoj, sepse ekonomia është militarizuar shumë në Rusi, nga 40-50 miliard që kishte në vit për shpenzime ushtarake, ka vajtur 160-170 miliard. Dhe tash i bie që në qoftë se Rusia nuk prodhon dhe s'ka tregje ku t'i shes armët, atëherë duhet dalin shumë njerëz të papunë, dhe ka gjetur një treg për dronët dhe për armët të cilat po ja shet Iranit për të bërë një proxy war kundër Shtetet Bashkuara. Njëkohësisht ajo arsye tonte që është po rritet çmimi i naftës dhe kjo e ndihmon ekonominë ruse, e cila tash ka gjetur përveç tregut të Kinës dhe tregun e Indisë, e cila der para luftës me Iranin i zdotuar Shtetet Bashkuara, pavarësisht se bënte pjesë në BRICS, që nuk do marr naftë dhe gaz në Rusi, mirë po tash së fundmi kanë filluar të marrin të shqetësuar se lufta mund të zgjatë, dhe India, e cila merrte naftën e Iranit, mund të gjendet para krizave, sepse kanë një farë dhjami, ato tash i kanë ruajtur për 2-3 javë, për 1 muaj, për 2 muaj rezerva, po në qoftë se lufta zgjat, atëherë ekonomitë e tyre ndalin për shkak të mungesave energjetike. Më ke hapur një 4 çështje, kështu që o do ndalosh ti? Po, jo, e të dëgjoj unë ose? Po, dakor. Këtë bën 4 pyetje. E para, ju me drejt përmendni çështjen e diferencave publike të Hexetit me zëvendës presidentit dhe me sekretarin e shtetit. Është në natyrën e formimit të qeverisë së shtetit amerikan që kur jemi në një rast lufte, ata që kanë më shumë hapësira dhe dalje publike janë drejtuesit e Pentagonit, këtu sekretari i shtetit Pentagonit, generalët dhe presidenti si komandanti i forcave të armatosura. Kështu që në këtë logjik, kjo gjë ka një dhe sekretari i shtetit duhet dalë, se është për marrëdhëniet me jashtë. Të dëgjova tani, do më dëgjosh. Pra, ka një lloj logjike në këtë gjë që të kenë këta dy vizibilitet më të madh. Por sigurisht që në çdo luftë ka premisa, ka sebeb, ka arsye, dhe pasi fillon lufta, pastaj ka sipërmarrje, ka akt, ka edhe analiza të objektivave apo të sikundër lufta shoqërohet edhe me luftë propagandistike në vazhdimsi. Tani, në rastin konkret, të gjithëve ne na u thanë që ditën e parë kur Izraeli sulmoi Iranin dhe vrau Ayatollah Khamenei, që objektivi kryesor i kësaj lufte, pra që ishte eliminimi i Ayatollah Khameneit, u mbrit. Dhe objektivi i dytë do duhet ishte
rrëzimi i shpejt i regjimit, madje na u dhan edhe data që është punë ditësh kjo gjë. Kush, se s'të kuptova, kush është punë ditësh? Pra, në fillim pas u vra Khamenei, Po. pra euforia ishte që Po lufta do mbaronte shpejt. lufta do mbaroj shpejt dhe është punë ditësh etj. Po. Sigurisht që kjo lloj euforie kaloi shpejt, për shkak se në më pak se 2 javë konflikti u shpërnda në gjithë rajonin, në gjitha vendet arabe. Përmendim këtu Irakun, veriun e Irakut, Kurdistanin që është një territor autonom, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara, Katarin, Bahreinin, Arabinë Saudite, madje Libanin, deri poshtë në Yemen, nuk janë përfshirë vendet e Afrikës arabe, pra nga Egjipti, Tunisi. dhe deri në përfshirjen e territor të Turqisë, që është kufimi i Iranin, apo dhe të Nakshivanit, që është një ekstraterritorialitet i Azerbajxhanit. Të gjitha këto ndodhen në më pak se 10 ditë dhe ai objektivi i parë kryesor që ishte pra që do të konfirmohej rënja e regjimit në Teheran dhe dalja në rrugë e njerëzve apo zëvendësimi pra një lloj ripërsëritje e suksesit pa diskutueshëm në Venezuelë, u transformua në një diçka komplet ndryshe, në një luftë rajonale me gjasa ku palët janë rreshtuar që ky konflikt nëse vazhdon të kthehet në një konflikt me një potencial akoma më të gjerë. Ktu ka përfshirë të gjithë komponentët e një krize, të një lufte të mirëfillt, ku shtylla e parë është ekonomia, padyshim, dhe gjithë efektet e ekonomisë që ne do t'i përmendim si kundër ju i patët në fillimin e bisedës. Shtylla e dytë është ajo që është edhe më e rëndësishme, domethënë çështja e shëndetësisë, sepse e shëndetësisë, sepse ka një numër jo të vogël vrarësh në Iran, edhe në rajon, madje dhe forcat amerikane kanë filluar të kenë një numër të vrarësh të përditshëm, incidente ushtarake etj. etj. Shtylla e tretë ka të bëjë me problemet klimatike dhe të territorit që ka ky territor që është goxha i madh, domethënë në të cilët shtetet jo vetëm që duhet të menaxhojnë luftën, po duhet t'i paraprisin edhe katastrofave natyrore, humanitare, ambientaliste që kanë edhe për shkak se duket pas sasitë mëdha të naftës së gazit, domethënë ato shpërthime të prishin ato aty, domethënë dhe deri tek fakti që puset e naftës ka nevojë që të punojnë, se ndryshe duhet të mbyllin dhe ato ka një kosto shumë madhe për turistë. Kjo bëhet fjalë këtu për Arabinë Saudite, Kuvajtin, Katarin, Irakun, gjithë to. Dhe pastaj kemi çështjen e demografisë, pra të numrave të atyre që marrin pjesë në luftë, të shteteve, të kalkulime që ke, po dhe të spostimeve të popullsisë, si rastin e Libanit, që nga Libani i Jugut drejt Libanit qendror apo veriut janë zhvendosur 2 milion njerëz. Të gjitha këto kanë ndodhur për më pak se 10 ditë dhe në një anë kemi lexuar, kemi parë për ditë, kemi asistuar për ditë çështje shumë të rëndësishme, pra amerikanët kanë goditur mbi 5000 objektiva brenda Iranit, në gjithë territorin e Iranit, por edhe iranianët kanë goditur me raketa rreth 500 objektiva në gjitha vendet rrotull, përfshi këtu edhe Izraelin, duke qarë të famshmin aerodrom më shumë se një herë. Dhe pastaj çështja e dronëve, të cilët janë të pakapshëm, dhe kjo tashmë është dëshmuar edhe me bazat ushtarake në rajon, edhe me vendet fqinje, por edhe me Izraelin. Vetë fjalë për dronët shahid? Po, për dronët shahid edhe për dronët që janë të ngjashëm me dronët Klakit të Shtetet e Bashkuara. Jo, problemi këtu është i kostove, Fredi, sepse po, këta e prodhojnë me 30.000 euro. Këta e prodhojnë me 30.000 dollar, ata e prodhojnë me 30 milion. Po. Këtu është problemi, se nuk janë kostot të njëjta. Pra, çështja është që ky konflikt, prandaj të them që diferenca mes faktorëve të rëndësishëm të administratës amerikane lidhet me objektivat që kjo luftë ka.
nëse ju kujtohet, zëvendës presidenti para se të fillonte lufta tha ne do të bëjmë një ndërhyrje, do kemi një aksion atje, por nuk kemi ndërmend të hyjmë luftë, çojmë trupa etj etj, ndërkohë që jo më larg se dje Hekset deklaroi se ne po përgatisim 5000 marinca të çojmë në atje dhe të bëjmë përpjekje për në qoftë ndërhyrje të pjesshme në Iran, duke nënkuptuar atë mundësimin e pushtimin e mundshëm të atyre ishujve që janë në ngushticën e Hormuzit. Ndaj, nëse do të themi cilat janë diferencat, ndoshta diferencat janë të pikëvështrimeve dhe nuk është herë e parë që Amerika hyn luftë edhe drejtuesit e SBA-s ndahen jo vetëm për shkak të objektiveve, por edhe për shkak të opinioneve të ndryshme që kanë në raport me luftën. Pastaj nëse vim tek analiza ekonomike që ju me drejt përmendni, tek analiza ekonomike ne kemi një situatë komplet ndryshe. Keni parasysh që sot për sot Europa, që është kontinenti ku jetojmë ne, është tërësisht e papërgatitur të përballet me këtë krizë. Pse? Se ka një seri gabimesh që fillojnë shumë më parë. Europa sot do t'i duhet të paguajë çmimin vetë vrasës për atë që bëri me pranverën arabe. Sepse dikur Italia ishte lidhur drejt për drejt me tuba gazi dhe nafte me Libinë dhe ndodhte çfarë ndodhte, merrte gazin dhe naftën industria europiane me kosto shumë të ulët. Në anën tjetër kishte Rusin dhe historia me Rusin është mbyllur në 2022 kur filloi lufta në Rusin, edhe atje kishin naftën dhe gazin me kosto të ulët. Dhe kur mos ishin këta ishte gjiri persik, i cili realisht në shumicën e vet ka furnizuar atë që ju përmendët, pra Azin edhe në Azi kuptohet, luanet e mëdha të Azis janë Kina të industrisë, pra India, por edhe Vietnami, Japonia, Filipinet, gjithë të vendet tjera, aty kanë marrë gjithmonë naftën dhe gazin në këtë rajon. Në këto kushte, ne nuk se do të përballemi vetëm me çështjen e rritjes së çmimeve që kemi parë për këto ditë, por ne do të përballemi edhe me mungesën e rezervave strategjike. Pasi ju përmendet me të drejtë rezerva strategjike, po Bashkimi Evropian nuk ka më shumë rezerva se 30 deri në 40 ditë. Ek shumë e rrallë. Pra, edhe nëse do të duhet, pra nëse do të kenë kapacitet financiar, përveç problemit madh të inflacionit që do të reflektojë në raport me gjithë territorin, janë hapur edhe probleme tjera që kanë të bëjnë me çfarë? Me sigurinë e transportit ndërkombëtar, pasi kjo krizë po tregon pritse se transporti ndërkombëtar nuk qenë nga dhe kaq i sigurt. Vendos dikush që është një shtet i fortë edhe e ka. Madje më duhet të citoj pardje mëngjes, presidenti Aliyev na tha, konkretisht o fjalë po të citoj. Presidenti i Azerbajxhanit, Aliyev, na tha, unë tha jam kritikuar shpesh, tha, si njëri tha që kam harxuar shumë para, tha, të vendit tim, tha, për arsye të mbrojtjes dhe sigurisë, tha, që duhet i kisha harxuar për çështje sociale, sepse kam pas prioritet, tha, se kështu ka qenë vendi im, tha, lufta me Armeninë. Ka patur 2 luftra. Por 3 vjet të fundit. Por, siç e shikoni, tha, pas kam pas drejtun që siguria është prioriteti kryesor dhe që të kesh ekonomi të fortë, duhet të kesh edhe siguri të fortë. Pra, hapen shumë kapituj me këtë luftë. Çështja e sigurisë së transportit, çështja e sigurisë energjetike, çështja e sigurisë politike, çështja e sigurisë së inteligjencës, çështja është e cybersigurisë, çështja e sigurisë ajrore, sepse ja, ku i ke Pentagoni i madh. Europa shumë e fuqishme zhvilluar shumë nga pikpamja industriale, ushtarake dhe po të duash, tale si Leonardo, grupet mëdha atje, kupton? Izraeli shumë i zhvilluar. E megjithatë, një pamundësi totale për të ndaluar sistemet gjuajtëse të Iranit, i cili nuk është një vend që ka ekonomi të tillë, nuk është një vend që ka një rol global, por në atë rajon është një vend shumë i fortë dhe ka treguar në 25-30 vitet e fundit. Çfarë po tregon tjetër kjo luftë? Që sado i Zoti ti jesh ti në zhvillim, në gjuajtje, duhet të kesh sisteme mbrojtëse. Si jemi sot, në çfarë panorame?
Përderisa kjo gjë po i ndodh Izraelit, që është vendi më i zhvilluar me sisteme të mbrojtjes, e ka bërë Aerondomin qëllimisht për këtë punë, ka harxuar miliarda. Ti e ke parë që Irani ka bërë sallat vendet arabe, ata janë komplet të pambrojtur. Po dhe Tel Avivin e ka kthyer në kasa. Ata janë komplet të pambrojtur vendet arabe. Izraeli që ka goxha mbrojtje, ka probleme shumë ndaja. Tash ata janë komplet të pambrojtur. Ai çfarë ndodh? Ndodh që shkojmë të shohim analizën kush i ka sistemet mbrojtje. Amerikanët kanë sistemet Patriot dhe sistemet THAAD. Sistemet THAAD janë për nivele shumë të larta, kushtojnë shumë dhe i kanë vetëm për veten e tyre, i kanë dhënë Izraelit 2, i kanë çuar dhe 2 tjera që po i menaxhojnë vet, por janë pa mjaftueshme. Ndërkohë janë dhe patriotët. Kush është problemi? Që patriotët kushtojnë $1 miliard për të blerë si sisteme dhe çdo raket patriot është paktën $1 milion. Dhe pavarësisht saj, patrioti nuk arrin dot të ndalojë dronin. Droni lufton shkon shumë poshtë dhe është e pamundur teknikisht, teknologjikisht që ti të jesh një përgjigje shumë të shpejtë në një kohë shumë të shpejtë. Në anën tjetër, kemi S-400, S-300, S-400 dhe S-500 rus, të cilët kushtojnë gjysmën e sistemeve amerikane, por me luftën e Ukrainës dhe me luftrat që janë bërë në Siri, në pranverën arabe, ku kanë qenë aktor edhe rusët dhe iranianët, ata kanë krijuar eksperiencën e nevojshme që këta tjerë që nuk kanë qenë përfshirë në luftë, nuk e kanë dhe tani po i kanë surprizuar gjithë. Pra, lind domosdoshmëria. Këta debilët që na thonin para 15 vjetësh kur hym në NATO që duhet të kemi smart defense etj që s'na duhet mbrojtja, këta europianët e NATO-s, 2% që që s'flitet që ta bënin. Jo vetëm që janë të zbuluar, por tani e kanë kuptuar sa e nevojshme, sa domosdoshme është që vërtet të buxhetojnë për mbrojtjen dhe për sigurinë dhe vërtet të lënë shkencën shkojë përpara në mënyrë që të sigurojnë qytetet e tyre, sepse imagjino, vetëm me kaq dhe të ulin koston në mbrojtjes. Dhe imagjino që vetëm me kaq edhe shitça krize është. Imagjino më tej, imagjino për shembull qytetet e mëdha në Evropë, tu ku jetojmë ne, sigur të kombinohet një sulm në imagjinat, një sulm kibernetik që të bllokohet transporti publik, metro, trenat, spitalet, aviacioni dhe në anën tjetër edhe sulmohet me dronë. Pra, vetëm nga kaosi vdesin sistemet energjie elektrike, kupton? Vetëm nga kaosi vdesin mijëra njerëz, pa patur sulme direkte, kupton? Pra, nuk është pra se lufta pas ka qenë shumë larg. Këtë thoshte presidenti Aliyev. Keni menduar se lufta nuk do të vi kurrë te shtëpia, po ja që lufta është diçka reale. Në këtë pikpamje, unë mendoj që kjo luftë do na vlejë gjithës. Do t'i vlejë. Ka fituar nga lufta. Po të analizosh atë deri tash. Është akoma atë të Adam Schiffit. Megjithëse Adam Schiff është kundërshtari i Trumpit, dhe është akoma herët. Mund ta ketë të njëanshme analizën, po kur është për çështjen kombëtare ata zakonisht bashkohen. Është akoma herët, ne jemi vetëm Lindsey Graham, një nga e tham në konkurrentët e tham në emisionin e fundit, që palët akoma nuk i kanë nxjerrë armatimet e tyre. Kanë akoma rezervat strategjike që nuk i kanë nxjerrë, kanë konsumuar dhe iranianët, edhe izraelitët dhe amerikanët armët të cilët i kanë patur në rezervë, stoqet vjetër. Në stoqe, izraelitët i kanë pas konsumuar stoqet në luftën në Gaza dhe në Liban vitin që shkoi, po amerikanët dhe iranianët kanë pas dhe kanë shumë stoqe. Ajo gjë që ne kuptojmë është që ajo çfarë na u tha në fillim fare që kjo është një luftë e shpejtë dhe do mbarojë shpejt, objektivi ishte vrasja e Khameneit bashkë me disa zyrtar të lartë dhe rrëzimi i regjimit. Kjo është një gjë që kjo është një luftë që do vazhdojë javë të tëra, muaj të tëra dhe ndoshta edhe vite të tëra, ku nëse vazhdon ky trend i shpërndarjes në rajon, nëse vazhdon në përbot, atëherë ne do kemi një rreshtim dhe një shpërndarje të këtij konflikti për shumë vite dhe duhet bëhemi gati për zgjerim të konfliktit dhe për kohë të vështira, duke i përfshirë gjithë ata komponentët e sigurisë ndërkombëtare që përmendëm pak më parë.
Ndërkohë, guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, ka thënë në para ca ditësh që Izraeli nuk mundi dot Hamasin, nuk e ka mundur dot Hamasin, Hezbollahu jo, tha, kështu që nuk bëhet fjalë që të mundin dot Iranin, qoftë edhe mendimin e Shteteve të Bashkuara. Si mendon këtë deklarat të këtij politikanit të lartë? Nuk e di kush është politikani fjalë, nuk e di sa eksperiencë. Guvernatori i Kalifornisë, është njeri me ai mund të jetë guvernatori i Kalifornisë, mund të bëhet presidenti i Amerikës në një takme, por unë nuk ja di aftësitë e tij ushtarake dhe nuk di kapacitetet e tij. Amerika ka pas president që derisa e bërë president Amerikës nuk dalë njëherë jashtë Amerikës, kështu që nuk është se unë çuditem nga këto gjë. Nuk e di këtë pjesë. Mund flas nga eksperienca ime dhe nga ekspertiza ime. Kur filloi lufta në Gaza, kemi qenë bashkë në studion e Çanit. Dhe kam thënë një shprehje që kam përsëritur pastaj edhe te Thimi Samarxhi në te Euronews që kjo është një luftë e gjatë, e gjerë dhe e thellë. Pra, fillimi i luftës në Gaza ishte preludi i asaj që do të vinte mbrapa në gjithë rajonin. Çështja është që lufta në Gaza ishte e pamundur për të fituar nga Izraeli, jo se Izraeli si ka kapacitet të ushtarake për të fituar, por që ta fitosh duhet të bërë një masakër 100 herë më e madhe se ajo që u bën në 2 vjet luftë. Për vetë strukturën që ka Gaza. Strukturën territoriale, strukturën demografike, po dhe strukturën politike. Dhe kjo gjë e dëshmoj. Ti hy pastro vrit në lider të hiqë, vrit në lider të hiqë, ndërkohë dhe numri i ushtarëve izraelit dhe oficerëve izraelit nuk ka qenë i vogël aty në ato 2 vjet luftë, që nga data 7 tetor edhe mbrapa. Pra lufta ka kosto, derisa pastaj u gjet kjo marrëveshje për t'i kthyer të gjitha pengjet në shtëpi dhe për të pengjet, kush mendon ti se i mbante aty këta të Hamasit apo? Hamasi. Se unë them ndoshta i mbante Mossadi. Hamasi, shiko, ka një gjë, Fredi, Hamasi është një strukturë shumë serioze. Kur ka bashkëbisedim, fokusoj të dy. Hamasi është një strukturë shumë serioze. Sepse është një strukturë e lindur nga intifada e parë, 87 kur gjoshin me gur. E lindur në territor. Pra, nuk është se ti përdor, shiko, se du të kuptojmë një gjë, nuk është si në filma që ti përdor ku diun paranë dhe presion e tjera të dorëzon. Njerëz me doktrinë qartë janë shumë të lumtur që vdesin për atë ideal që ka. Pas flegu nuk e pranon ti që përdorin dha, domethënë mashtrime. Jo, Fredi. Hamasi tregoi. Jo, flas për Hamasi tregoi. Nuk thash për Hamasin, thash për Mossadin. Pengjet i ka mbajt Hamasi dhe 7 tetorin e ka bërë Hamasi. E bërë dhe debatet. Në temë ka bërë Mossadi. Jo, 7 tetorin e ka bërë Hamasi dhe ka qenë shumë i qartë pse ka bërë Hamasi. Mirë, kështu ta Hamasit ishin ata. Jo. Ka bërë Hamasi dhe ka qenë shumë i qartë dhe ka dhe arsye pse ka bërë Hamasi. 7 tetorin, sepse 7 tetori e ktheu, shiko, për shkak të ngjarjeve që kishin ndodhur pranverë arabe më përpara lufta në Irak, pra gjithë ngjarjet globale kishin kthyer çështjen e Palestinës në çështjen e fundit në tavolinë. 7 tetori ktheu Palestinën në çështjen e parë në tavolinë dhe unifikoi të gjithë arabët pro-palestinezëve dhe Hamasit. Po. Kishte dalë çështja e Palestinës deri në 7 tetor, kishte dalë rradha 6 karrika jashtë, nuk diskutohej më. A pati kjo kosto shumë të lartë? Sigurisht pati një kosto shumë të lartë dhe krimi 7 tetorit ka qenë një krim i frikshëm edhe i tmerrshëm sepse u vranë civilët që ishin secili në shtëpitë e vet dhe punët e veta. Sikundër pastaj masakra mbi popullsinë civile të Gazës në 2 vjet luftë, edhe ajo është një gjë e pajustifikueshme. E kanë problem të vrasin ata për qëllime madhore, edhe njerëzit e tyre, 100 veta, 1000 veta, rrëzuan kullat, binjake u vran, sa u vran atje të bëjmë në Shqip. Çështje ke një çkrur aty, kjo është konspiracion, unë flas me dama që flet me konspiracion, secili ka mendimin e vet. Ilir, se jemi bashkëbiseduar. Që të kthehemi tek fitoria, kush fiton? Tek çështja jonë. Unë mendoj që shumë herë për të folur për fitues edhe... Jo, Rusia është fituese e madhe, si thot... Shiko, Rusia nuk është fituese, Rusia është përfituese. Po.
Përfituese, sakt. Pse është përfituese Rusia? Sepse Rusia e para një herë Rusia është shteti më i madh i botës me territor. Si territor. E dyta është fuqia më e madhe e botës fuqia më e madhe e botës me armë bërthamore. Po. Dhe kur flet Rusia, e treta është antar i Këshillit të Sigurimit, që ka një rol jo indiferent në politikën ndërkombëtare, dhe katëra është fuqia më e madhe e botës me rezerva natyrore, me lëndë para. Se vetë Rusia ka ekonomi të vogël, se ka dhe popullsi të vogël, 150 milion banor, ka 120 milion banor. Por ka shumë lëndë para sa që bën Rusin edhe fuqi më të madhe. Dhe tjetra çka ka bërë që duke qenë që rusët e provuan para 30 e sa vjetësh fukarallëkun, në momentin që filloi lufta që amerikanët hyrën në Irak dhe u ngritën çmimet e lëndëve të para, rusët për 20 vjet pas ngjarjeve që ndodhin, lufta në Irak, pranvera arabe, rënia e Libisë etj. Edhe luftën e 2022 që fillon vetë Rusia. Disa është kosto e prodhimit të një fuqie naftë 2.5 euro. Edhe ka arritur 110. Po në luftën e të Irakut shkoi edhe 200 fuqia. Edhe 200. Rusia gjithë ringritjen e vet ekonomike ja ka bazuar pikërisht suksesit që i ka ardhur nga lufta të ngritjes së çmimeve të lëndëve të para edhe të drithërave, sepse Rusia është fuqia më e madhe e drithërave. Dhe fertilizantët, që është e vetmja me Kanadan. Drithra, fertilizant, pra gjithë Rusia është përfituese e një sistemi të tillë në botë. Tashi, pse është përfituese Rusia? Nuk është përfituese Rusia se janë rusët shumë të mençur. Është përfituese se u treguan këta budallënc në 2022-shin që u dalldisën këta të Evropës dhe thanë ne do i vëmë sanksione Rusisë, kemi diskutuar bashkë shpesh, dhe jepnin gjithë garanci që këta do e falimentonin Rusinë. Që rubla do rrënohej, që Rusia do falimentohej dhe që Rusia do shpërbëhej. Vetëm që su shpërbë Rusia, jo vetëm që su rrënua rubla, jo vetëm që sanksionet nuk patën asnjë efekt, patën kundër efektin e rritjes inflacionit gjithë botën, por Rusia përfitoi komplet të kundërta nga kjo gjë dhe ishin pikërisht këto sanksionet që financuan ekonominë ruse të financonte luftën në Ukrainë. Pra, Rusia është përfituese prej 23 vitesh të gjithë luftrave që kanë ndodhur globalisht, se për shkak të lëndëve të para. Budallënët e Evropës shkatruan tubacionet e naftës dhe të gazit. Problemi i shkatruan, dhe ato shkuan në Kinder. Ta thash 3 burimet kryesore që kishte Evropa, se Evropa është treg i madh, është 300 milion njerëz. Dhe i zhvilluar. Pra, burimet energjetike që kishte Evropa është 500 milion tash. Me gjithë bandet e reja që burimet energjetike që kishte Evropa, i kishte Rusia nga lindja, kishte gjirin persik që po flasim në këto ditë, dhe kishte këto vendet Algjeri, Libi, këto të Mesdheut. Magrebi. Pranvera arabe shkatroi këta, lufta 2022 shkatroi ato burime, dhe sot Evropa ka dy mundësi. Pranverat arabe i bëri Mossadi me Obamën, me Cian. Shiko, politika sepse më shpërqendron. Po flas për tjetër gjë. Sot jemi në pikën që Evropa ka ngelur pa burime të drejta energjetike. Dhe është e detyruar o t'ia sjellin amerikanët me rigazifikator nga Amerika dhe me çmime shumë të larta, o të shkojnë t'i marrin në Nigeri me çmime shumë të larta, ose t'i falen Kinës për energji alternative, për makina elektrike, për industri. Dhe problemi është që Evropën kjo gjë e ka gjetur në një ditë shumë të zezë. Dhe Evropa jo vetëm që duhet t'i lutet Rusisë, por nëse do të bënte një gjë të tillë, Rusia do ta bënte me ka nevojë për os politikën që është Bismarck. Me kushte poshtëruse ndaj ekonomisë europiane. Dhe unë mendoj që gjithë kjo lidhet me atë takimin e famshëm të Alaskës vjet. Trump-Putin. Ekziston mundësia që të ketë një koalicion midis dy fuqive bërthamore në politikat globale dhe një koalicion nga ana tjetër të Evropës me Kinën? Koalicion jo, po ka një aleancë fluide. Jo, ka një marrje vesh, them unë. Dhe nuk është herë e parë, në historinë e SBA-s dhe të Rusisë, kjo është herë e tretë. Po.
Hera e parë ka qenë në kohën e Lincolnit, luftës civile. Kur është themeluar Amerika. Hera e dytë ka qenë në luftën e dytë botërore, dhe kjo është hera e tretë. Po sigurisht që objektivi kryesor i politikës së SBA-s para se të vinte në luftën civile ka filluar marrëveshja midis tyre dhe rushit Alaska 1856. Para se të vinte Donald Trump në pushtet, objektivi i tij ishte prishja e BRICS-it. Por tani amerikanët kanë hyrë në një luftë që hyn pra për një goditje të shpejtë dhe dalje të shpejtë, e cila nëse zgjatet, si çdo luftë tjetër, efektet në geopolitik dhe në të ardhmen do të jenë të pakthyeshme. Dhe tani ku mund gjendemi? Mund gjendemi në pikën që këta hyn për të përzënë Iranin nga linja mes. Ata do të pyes një Elif. Mundësitë për mua janë 3. Këta hyn për të përzënë Iranin në linjën e mesme, por kanë gjasë të krijohet një koalicion shumë i gjerë aty, ku përfshihet Kina, Rusia, edhe vende tjera, Irani. Po sunitët mund të bashkohen në këtë luftë të shitëve? Po ky është problemi. Këtu më lërë. Pra, ekziston mundësia që këta të mblidhen gjithë që të përzën këta Amerikën nga linja e mesme dhe nga gjiri persik. Sunitët tash janë sandwich. Kjo është arsye pse Irani po sulmon sunitët, sepse çështja është nëse ne kuptojmë se kush do financojë ekonominë iraniane në këtë luftë, se iranianët kanë ekonomi dobët, nuk e mbajnë dot luftën pa Kinën dhe pa Rusinë. Por nëse në një anë kemi Kinën dhe Rusinë që mban Iranin, në anën tjetër kush mban luftën këtej madhan? Sepse amerikanët nuk e kanë buxhetuar kostot e një lufte për 1 miliard në ditë. Izraeli se ka mundësinë se do Amerikën nga brava, dhe mundësia vetme është që këtë financimin e kësaj luftës ta kenë arabët. Ta kenë arabët sunit, dhe këtu flas për familjet në saudite dhe për familjet e tjera mbretërore të gjirit. Por nëse në një anë ata kanë drejtën thonë që ne po mbrohemi nga kjo, në anën tjetër, për arsye të brendshme, sepse gjithmonë arabët janë rrezikuar nga brenda, do të duhet që Izraeli në një formë ose një tjetër, sidomos këta që janë pushtet sot në Izrael, jo vetëm të mos e vazhdojnë më marrjen e bregut perëndimor, po ta njohin, ta kenë shpejt njohjen e çështjes së Palestinës. Sepse ndryshe, popullatët arabe nga brenda nuk do jenë më me qeveritë e tyre dhe rrezikojnë një tjetër pranverë arabe pastaj. Këta do të kundër efekti. Dhe tani kush është çështja? A do të jetë e gatshme Amerika që për të vazhduar luftën me Iranin dhe për të marrë paratë arabëve që të financojë këtë luftë? A do të jetë e gatshme Amerika që t'ia plotësojë dy kushtet që duan arabët? Pra vendet sunite, cilat janë? Pajisja e tyre me një armë bërthamore, për mbrojtje bërthamore dhe me sistem mbrojtëse, dhe e dyta, njohja e shtetit të Palestinës. Kështu që ekuilibrat janë shumë delikat. Ndaj edhe sekretari i shtetit, se me sa duket ata kanë shumë këshilltar, shumë analistë që i thonë duhet të bëjmë kujdes, mos humbim influencën e tjerë. Edhe sekretari i shtetit, edhe Turqia, edhe zëvendës presidenti, ndaj janë më të kujdesshëm në raport, sepse me sa duket lexojnë të gjëra të tjera që nuk janë mendimet e vetme të sekretarit të Texasit. Si e mendoj unë situatën, edhe do të pyes edhe ty pastaj. Unë mendoj që Amerika dhe Izraeli kanë 3 mundësi. Mundësia e parë është të tërhiqen sa më shpejt dhe të ndalin luftën. Por kjo do të thotë humbje e prestigjit dhe e influencës amerikane në rajon dhe largimit dora dorës si bazave të tyre dhe kalimi i kontrollit mbi rajonin kryesisht në vendet arabe, por edhe ndoshta në influencën e superfuqive euroaziatike si Rusia, India dhe Kina. Mundësia e dytë teorike është që të futet me trupa toksore për të realizuar objektivat e veta me shumë humbje. Por kjo ka këtë rrezik që në rast se do vënë ato kufomat me shumicë në Amerikë, në qoftë se sot ka 85% kundër luftës që filloi Trumpi në Iran, brenda në Amerikë, 85% kur e ka filluar, tash mund të jetë ngritur më shumë përqindja e njerëzve që refuzojnë këtë politikë të Trumpit për luftë.
Pra do të thotë që ky numër të rritet shumë dhe Trumpi të humbas plotësisht totalisht të zgjedhjet që do ketë tash në middle term që kanë në nëntor. Mundësia e tretë që ka Shtetet e Bashkuara është të godasin bashkë me Izraelin me armë bërthamore. Por kjo mund të çonte në një goditje nga ana e Pakistanit dhe e Koreas së Veriut, të cilat kanë shprehur që në rast se goditet Irani me armë bërthamore, ne do të aktivizojmë dhe ne do godasim aleatët tuaj me armë bërthamore në Azinë e Largët, ku mund të përfshihet Japonia, ku mund të rrafshohet Izraeli nga ana e Pakistanit me një bombë bërthamore, ku mund të goditet Korea e Jugut, mund të goditet Australia dhe aleatët e tjerë të Shtetet e Bashkuara në lindjen e largme. Mund të jetë në një kombinim i këtyre të trejave, po unë mendoj që më të qarta janë këto vijat që ndajnë në këto, pra një nga këto tre veprimet. Nuk di se mund të ketë në një mundësi tjetër që për të dalë nga lufta. Ndoshta mund të jetë edhe negociatat të cilat mund t'i drejtojë një vend asnjanës dhe të bindë të dyja palët, po duket se Irani nuk pranon negociata për të ndalur luftën, të paktën deri në këtë moment, dhe ka thënë që në rast se do të ndalet lufta, ata kërkojnë dëmshpërblim për dëmet e shkaktuara, kërkojnë anullim të asaj bordit të paqes dhe planeve për të ndërtuar resorte në Gaza, njohen e Palestinës dhe disa kushte të tjera të cilat në qoftë se do pranoheshin do të ishin shumë të turpshme për Amerikën dhe për Izraelin, dhe kjo do të thoshte në fakt fundi i supremacisë së Izraelit në lindjen e mesme dhe ndoshta edhe çmontimi i Izraelit dora dorës për të larguar qytetarët e saj, duke qenë të pasigurt në atë rajon dhe duke korrur atë që mbollën vetë. Si e mendoni ju Ilir, çfarë mund të ndodhë këto ditë? Do të thellohet lufta apo? Unë e thash që lufta edhe do thellohet dhe do zgjerohet, sepse ka një arsyetim shumë thjesht, që është pak a shumë ai që përmendët ju, pa i cituar edhe një herë të gjërat. Asnjë nga tre palët nuk mund pranoj humbje këtë moment. Dhe secila do të jetë zgjidhje do ta shohim, por një gjë është e qartë që në këtë moment asnjë nga tre palët nuk mund pranoj humbje. Sepse Irani rrezikon shpërbërje, Amerika rrezikon humbjen e primatit dhe të leadershipit botëror nëse të rrihet nga një luftë pa një fitore të qartë, dhe Izraeli rrezikon ekzistencën. Mendoj që ta mbyllim Ilir bisedën, sepse kemi arritur në ato momentet e fundit. Të falenderoj për mundësinë që më dhe për të qenë të dy së bashku sot. Të nderuar shikues, para se të them natën e mirë, mos harroni ngrini gishtin dhe bëni një subscribe kanalit tonë që të ndjekim ne ju dhe jo ju ne. Faleminderit. Faleminderit.